Thirrje për qetësi dhe diplomaci vijnë nga Franca, ndërsa tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit vazhdojnë të rriten në një nga pikat më të ndjeshme strategjike në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron u ka kërkuar të dyja palëve që të ulin tonet dhe të trajtojnë situatën në mënyrë diplomatike, veçanërisht sa i përket zhvillimeve në ngushticën e Hormuzit. Gjatë një konferencë përshtyp së bashku me kryeministrin polak Donald Tusk, Macron theksoi se qëndrimi i Francës mbetet i pandryshuar, nevojitet dialog dhe jo për shkallëzim. Ai sqaroi gjithashtu se Franca nuk ka qenë objektiv specifik i incidenteve të fundit në ngushticë, ku Irani ka qelluar ndaj anijeve gjatë fundjavës. Situata në terren mbetet e tensionuar. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një blokadë ndaj porteve iraniane që nga java e kaluar, ndërsa Irani ka reaguar duke vendosur edhe më pas rikthyer kontrollin e tij mbi kalimin e ngushticës së Hormuzit, një arterje jetike për tregtin globale të naftës. Ndërkohë, përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet po përballen me vështirësi. Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, i cili po luan një rol ndërmjetësues, ka paralajmëruar më herët se blokada detare amerikane po pengon seriozisht procesin e negociatave.